Historia e cirkut shqiptar nis me një emër, dhe ai është Ali Xhixha, i cili në 27 vjetorin e ndarjes nga jeta është nderuar me titullin mjeshtër i madh nga presidenti Bamir Topi. Prej tij, breza të njohur artistësh kanë mësuar profesionin e akrobatit, që do guxim, forcë, durim dhe sakrificë. Në kujdesin e tij, artistë të numërt kanë shkëlqyer në arenën e cirkut shqiptar, por edhe atë ndërkombëtar. Ali Xhixha i kushtoi jetën e tij pasionit për lartësitë,